Përshëndetje miq, ju përshëndeson Mimoza Elezi dhe vazhdojmë leximin e defterit Arvanit që i përket vitit 835 Hijri me datimin ton i përket viteve 1431-1432 ku janë dokumentet më të hershme për sa i përket trojve shqiptare. Ky defter është përgatitur nga historiani i njohur turk Halil İnan Xhak dhe këtu kemi pra ato dokumente të para të pakta, sepse në ato kohë nuk kemi dokumente mbi gjithë trojet shqiptare që i përkasin viteve 1431, sepse në ato kohë Perandëria Osmane nuk ishte sunduese në të gjithë trojet shqiptare. Duhet të theksoj këtu që këto regjistrime Perandëria Osmane i ka bërë sepse asaj i interesonte dhe i donte të dinte për bërjen e fshatrave të asaj kohe. Ato të cilët ishin timarli të këtyre fshatrave ishin ato persona të cilët ishin shërbyes besnik të administratës osmane të asaj kohe, sepse timarliu sa më besnik të ishte, aq më mirë do të bënte regjistrimin e fshatrave, regjistrimin e popullsisë, regjistrimin e të ardhurat të fshatit, ku në bazë të tyre do të mblidheshin taksat të cilat shkonin për ushtrinë osmane, për ushqimin e tyre, për veshjen e tyre, për armatimin e tyre, dhe sa i përpikte të ishte administratori pra timarliu për të regjistruar popullsinë e fshatit, aq më informacion do të kishte Perandëria Osmane për mbledhje e djemve që do t'i përdorte si ushtar në radhët osmane. Një pjesë përdoreshin si ushtarak, ndërsa një pjesë tjetër e këtyre djemve përdoreshin edhe për punë të tjera në oborin e sultanit. Pra sot përsëri do të jemi në vilajetin e Beratit dhe të shikohemi me timarli të tjera, sepse vilajeti i Beratit, pra nahia e Beratit, kishte në varësi të saj një zonë shumë të gjerë dhe këtu do të shikojmë shumë timarli. Siç kam theksuar edhe më parë, programet mundohem t'i bëj sa më të shkurtra që të jenë sa më të qarta dhe sa më informative, por këtu nuk i kemi të gjithë fshatrat e regjistruar, sepse siç kemi parë edhe nga shënimet e mëparshme të defterit Arvanit, aty theksohet që disa fshatra dhe disa fshatar nuk pranonin që të jepnin në regjistrim tek timarlindë dhe në përgjithësi këto fshatra dhe këto banor të fshatit ishin të krishterët, të cilët nuk donin të jepnin në regjistrime dhe siç e kemi parë në programin e shkuar të defterit Arvanit, këto fshatra quheshin edhe fshatra armiqe, sepse këto ishin fshatra kryengritës të cilët bënin kryengritje kundër regjimit osman. Këtu në këtë program nuk do të futem tek diferenca e taksave që paguanin të krishterët dhe muslimanët, pra diferencën në mes tyre, sepse i kam shfaqur edhe në programet e tjera, ku të cilët ato që e ndjekin për herë të parë këtë program mund të futen që nga programi i parë duke ndjekur programet dhe aty do të keni të dhënat e përgjithshme në përgjithësi se si ka ndikuar regjimi i Perandërisë Osmane që shqiptarët të kthehen nga të krishterë në musliman. Para se filloj programin, dua të them se programet e mia me tema të tilla shfaqen çdo të mërkur dhe çdo të shtunë në orën 18 të darkës. Kërkoj nga të gjithë ndjekësit e mi, nga të gjithë miqtë e mi të cilët këtë punë e quajnë të vlefshme, që të bëjnë tak, kliko tek video, pra bëj like, bëj komente, sa më shumë like dhe sa më shumë komente të ketë një video, aq më tepër YouTube e oferon këtë video dhe në këtë mënyrë kemi mundësi që këto programe t'i shohin sa më shumë njerëz që të informohen mbi këtë gjendje. Gjithashtu, dhe duan të më përkrahin, mund të bëhen edhe abonent mujor në kanalin tim me diçka shumë minimale. Pra faleminderit dhe tani vazhdojmë shpalosjen e defterit Arvanit, ku do të jemi në faqen e 10 dhe jemi në paragrafin 14a dhe do të fillojmë me timarin e Sinadar Halilit të vdekur dhe të shikojmë se si fillon programi. Pra, timar do të thotë të shqip një tokë ose pronë që shteti Osman i jepte një ushtaraku ose zyrtari për ta administruar dhe për të marrë të ardhura nga ajo në këmbim të shërbimit ushtarak ose administrativ. Timari Salidar Halilit të vdekur. Timar Salidar Halili i vdekur ishte shërbëtor i princit Gulam. Princ Gulam quhej i biri sultanit që zotëronte në atë kohë, që ishte përgjegjës për një zonë, ose princ Gulam, pra shërbëtor i besnik i sultanit, mund të quhen edhe princarit vendas, pra princës që zotëronin në këtë zona, por që ato kishin bërë marrëveshje me sultanin dhe quheshin besnik. Në të kohën e sultanit të ndjerë, ky tymar ju dha nga Konstantini. Pra kur themi sultani i ndjerë, flitet për sultanin që i përket viteve 1430, sepse këto regjistrime të para i përkasin viteve 1430. Ndërsa kur flasim për sultanin e sotëm, flitet për sultanin që i përket viteve 1520, sepse ky defter ka filluar të përmbledhet pra me dokumenta dhe të vi në një defter të plot 70 vite mbas vdekjes së Skënderbeut, pra rreth viteve 1520-1530 dhe prandaj si thos sultani i tjerë apo sultani i sotshëm.
Në kohën e sultanit të ndjerë, kjo ju dha nga Konstantini, dhe në kohën e sultanit tonë ju konfirmua përsëri. Ai ka beratin e sultanit, pra ka urdhrin e sultanit dhe ai shërben të vetë dhe kishte në shërbim të tij 2 ushtar dhe 1 çadër. Ky timar ju dha djembe të Mustafait dhe Musait, që të dy bashkët ta zotërojnë, dhe kjo ndodhi në vitin 841, sipas datimit hijre, në Edirne. Pra ky vendim u mor në Edirne. Ky vendim, se kujt i lihet ky timar, u mor në Edirne në vitin 843 hijre. Dhe ky timar përmbante këto fshatëra. Fshati Irbesi, që kishte 16 shtëpi, 1 grua TV, 3 beqar dhe të ardhurat ishin 1123. Këtu kemi një shëndim. Nga ky fshat u dha një pjesë me 25 shtëpi për Hamzën, me drejtësimin e Zaganos Beut. Kjo pjesë kaloi tek Kasëmi, djali i Ferah Hasanit, në mes të muajit Rexhep të vitit 857 në Jeni Xhekale. Më pas ju dha përsëri Gedik Aliut dhe u shkrua në vitin 841 në Edirne. Fshati i Vranje kishte 5 shtëpi, 2 beqar, të ardhurat ishin 435. Këta disa fshatëra bashkë me mezrën, pra tokën bujqësore të quajtur manastir, në fshatin e quajtur manastur, pra manastir, dhe me fshatin pranër të quajtur Agrajdani, ju dhanë Mustafait djalët Saladar Halilit. Në mes të muajit Rexhep të vitit 854 dhe ky urdhër u mor në Edirne, pra në vitin 854. Fshati Letizde kishte 6 shtëpi, të ardhurat ishin 264. Fshati Kamiqeni kishte 15 shtëpi, 1 grua të ve, 1 beqar dhe të ardhurat ishin 846 akçe. Musai, djali i Saladar Halilit, i kishte marrë këto 2 fshatra së bashku me fshatrin Manopul, por berati i tij u dobësua, pra urdhëri për të u dobësua. Me ndërhyrjen e Hamza Beut urdhërua që të jepi përsëri beratit drejta, pra urdhëri të drejtës. Ky vendim u mor në Edirne në vitin 853. Tani ky timar ishte në dorën e Ismailit. Me që u njoftua se ai kishte vdekur, timari u kthye përsëri Mustafait, djalit të Saladar Halilit si më para. Dhe kjo ndodhi në vitin 857 sipas vitit të hijrit dhe ky vendim u mor në Inxehis. Pastaj ky timar ju mor dhe ju dha Karagözit me ndërmjetësinë e Kasëmit dhe kjo ndodhi në vitin 859, ky vendim u mor në Edirne. Fshati Kardik kishte 19 shtëpi, kishte 2 gra të veja dhe 1 beqar, të ardhurat ishin 1067. Fshati Lopeste, banorët që jetojnë në brenda kufive të fshatit të përmendur, pra Lopeste, ishin 6 shtëpi, të ardhurat ishin 334. Këta 2 fshatra, sipas vendimit të marrë nga Iskenderi, ju dhanë Gedik Aliut, dhe kjo ndodhi në vitin 853 me vendim në Edirne. Pastaj, këta 2 fshatra së bashku me tokat bujqësore të quajtur Ilia dhe Babur, që nuk ishin të shënuar në deftere, ju dhanë Iskenderit. Dhe kjo ndodhi në vitin 856 dhe ky vendim u mori në Dime Toka. Kemi një shtesë. Toka bujqësore, pra mezra Makri Tudore, ishte jashtë regjistrimit të defterit, pra siç e dimë dhe siç e kemi theksuar edhe më parë nga shënimet e defterit Arvanit, kishte disa fshatra edhe disa banor të fshatrave të cilët nuk pranonin të regjistroheshin në defterin Osman dhe në përgjithësi këto ishin ato të krishterët të cilët i kundërviheshin sundimit Osman, prandaj edhe nuk i kemi në regjistrim. Gjithashtu në regjistrimin e defterit të Arvanit nuk kemi edhe disa fshatra malor, po ku duke marrë parasysh terrenin shumë të ashpër të maleve shqiptare, pa administrata osmane nuk ishte interes që të humbiste kohë për 1 ose 2 fshatra për të vajtur deri në mal dhe për marrë regjistrime, se ju interesonte për të administratuar dhe për të marrë në kontroll më tepër terrenin fushor dhe bregdetar, sepse nga aty ishin të ardhurat. Toka e Makrit dhe Tudorit ishin regjistrime jashtë defterit. Këto toka së bashku me një pjesë tjetër ju dha Nustretit dhe kjo ndodhi në vitin 854 me urdhër nga Edirne. Toka e Manasturit nuk është e regjistruar në defter, pra manastur apo manastir. Nuk është e regjistruar në defter, por kjo mbante 3 fshatra, 2 toka bujqësore, 39 shtëpi, 5 beqar, 4 të veja dhe të ardhurat totale ishin 2670. Fshati Manopuli kishte 12 shtëpi, 1 grua të ve dhe të ardhurat totale ishin 1070. Fshati Agrajdani kishte 16 shtëpi, 2 gra të veja,
të ardhurat ishin 1112. Këto ju dhanë personit të përmendur më sipër. Fshatrat Irbesi, Ivrania dhe Manastur, të cilat në dokumentet janë të shënuar mbi emrin e Muhamedit, ju dhanë Mustafait, djalit të Siladar Halilit. Thuhet se ky fshat ishte në dorën e Mustafait dhe së bashku me të ishte edhe mezra, pra toka bujqësore e quajtur Manastur, e përmendur si më poshtë në dokument. Më pas me ndërhyrjen e Kasim Pashës, ju morë dhe ju dha Jusufit njërit nga trimat e lirë, pra Garib Iit. Pra trimat e lirë quhen ato që Perandëria Osmane i jep të lirësi veprimi nga të gjitha anët, se siç e shikojmë disa fshatra këtu nuk regjistrohen dhe këto quhen fshatra armiq, sepse janë ato që janë kundërvend Perandërisë Osmane dhe disa trima të lirë kishin të drejtën e funksionit. Dhe kjo ndodhi në vitin 850 me urdhër nga Edirneja. Përmbledhja e këtij timari ishte totalisht tek fshatra 95 shtëpi, 5 gra të veja, 7 beqar dhe të ardhurat totale ishin 5951. Këto të bëj një sqarim për punën e fshatrave që pa më sipër. Manopuli mendohet si lidhet me një vend banim që i përkis të zonës së Kurveleshit, mbase sot edhe është dukur ose qëndron si toponim ose mund edhe të ketë ndryshuar emër, ose mund të jetë edhe një lagje. Fshati Agarajdani, ky emër lidhet shpesh me zonat pranë luginës së Drinos në jug të Shqipërisë. Emri mund të ketë ndryshuar me kalimin e shekujsh, ky fshat mund të përmendet me një emër tjetër, ose mund të jetë thjesht si toponim, ose edhe mund të jetë zhvendosur. Siç e kemi parë dhe nga programet e mëparshme, shumë fshatra duke u bazuar te kushtet e vështira të asaj kohe, të mungesa ushqimit, të mungesa e ujit, tek sëmundje të shumta, ose nga kryengritje të shumta, nga pakësia e popullsisë, janë zhvendosur, janë bashkuar, ose kanë pësuar edhe migrime dhe janë zhdukur dhe me kalimin e kohës, ato kanë mbetur ose si lagje ose thjesht si një toponim. Fshati Manastur vjen nga fjala manastir. Pra, manastir, nuk flitet për manastirin e Maqedonisë, por flitet me një zonë që mund të ketë një manastir të vjetër dhe kjo mund të gjendet në Dropull ose diku tjetër pranë Gjirokastrës. Fshati Irbesi, por studuesit që të cilët kanë bërë studime të thella mbi këtë zonë flasin që ky fshat ishte një fshat i vogël në zonën e Zagorisë. Fshati Ivrania. Ky fshat mund të lidhet me një formë të vjetër të një fshati jugor në nahinë e Gjirokastrës ose në zonën e Kurveleshit. Pra miq, në këtë program sot pam timarin e Siladar Halilit, i cili cilësohej si një nga ushtarët besnik të Perandërisë dhe pam se ky timar ka kaluar nga një dorë në një dorë tjetër dhe këtu duke parë përmbledhjen dhe emrat e fshatrave sipas këtyre dokumentave, pra që janë dokumentat më të vjetra për sa i përkasin territorit shqiptar, shikojmë që shumë fshatra janë zhdukur, kanë ndryshuar emrin apo thjesht kanë ngelur si toponime dhe gjithashtu shohim dhe përbërjen e fshatrave. Në programin tjetër do të shohim timaret të tjera, përbërjet të tjera të fshatrave të tjerë, emrat të tjerë të fshatrave dhe duke shpalosur këtë dokumente gjithashtu nxjerrim në pa se sa fshatra janë zhdukur, sa popullsi kishte në atë kohë, të ardhurat e asaj kohe dhe kushtet e asaj kohe, të cilët kanë ndikuar edhe në shndërrimin e popullsisë. Faleminderit për ndjekjen dhe përsëri në përfundim të programit po cilësoj që ju lutem klikoni dhe bëni like videos, bëni komente qoftë edhe një pikë, sepse sa më shumë like dhe sa më shumë komente të jenë në një video, YouTube-ja aq më tepër i vlerëson këto video dhe i hedh në faqet e tjerëve që të shikohen sa më shumë, sepse janë dokumente më të vjetra përse i përkasin territorit shqiptar dhe gjithashtu ato të cilët i quajnë të vlefshëm këto programe, mos të kursejnë të bëhen abonent me diçka minimale në kanalin tim dhe faleminderit nga ato pak miq të cilët janë abonuar, se janë disa që janë abonuar, por janë shumë të pakta. Faleminderit shumë dhe mirupafshim në programin tjetër. Ju përshëndes, unë Mimoza Elezi.